U mbajt premiera e filmit Karma në Cineplex, ku interesimi për të ndjekur nga afër kastin e aktorëve ishte i madh. Zoom ju sjell pamjet ekskluzive nga ky eveniment, i cili mlodhi artistë nga vende të ndryshme, të cilët ndanë me shikuesit përshtypjet për këtë film. Tash të kalu mirë, është një atmosferë për një me shumë e mirë, atmosferë tamam filmike. Edhe kolegët e mi kanë marrë pjesë, Agroni, Lavi, edhe Agroni tjetër. Që menzi po pres me pa filmin, besoj që kanë bërë një punë të mirë. Ata kanë tregu pak në detaje shkurtra? Jo. Bile edhe Agroni vetë, Agroni Shale nuk e ka pa. Të më thonë që shka nda gjirimet edhe për ta është premierë, edhe a i përdo me pasë. Kështu që zakonisht nuk i tregojnë kër jo premierët e për me lonë me pa më përpasu, po besoj në bas punës edhe në bas disa trailerat që e kom pa, po në bas punës pritet për një film të mirë që keme me pasat edhe që keme pas shikueshmëri edhe ju uroj shumë sukses krejtë kolege. Na pedim që jam rinjor për teatrin, po qa ka ndodhë me filmat, atë kanë ftu, atis do të shkosh atë qa ka ndodhë? Për mua, po ka kohë, ndështë që me ndonjë film nuk kom lujtë, si do mos metrazhi gjatë, metrazhi shkurtë, po në seriale ka që 2 vjetë, do me thonë diçka që nuk kom marrë pjesë, pritet me fillu në seriale tash, kam qenë shumë i angazhuar në teatr, tanë kohën, po punë pas punë në teatr, rol pas roli, kam pas vështirë, milion ato për më marrë me film, po që edhe filmin e çmoj edhe respektoj si vlera artit shumë i madhe, sidomos edhe aktrimit e regjisë e krejtë. Nuk munguan as dy nga aktorët kryesor të këtij filmi, Agron Shala dhe Labinot Lajqi, të cilët i thanë disa fjalë për kamerën në Zoom. Është lezetë kur ndonë momentet mira me miq, me ardash, është e bukur, po sidomos ma e bukur është kur përfundon një punë edhe vjen me pa çfarë impakti po të heba ja. A mendojnë që publiku do e pranoj mesazhin e Karmës, në shta me na fol pak a shumë për ata që po na shikojnë, po që sot s'kanë mundësi me ardhë. Çka mund gjejmë të filmi? Nuk e di atë pjesë, po unë e di një diçka që për ata që s'janë sonde këtu, unë ju thëmë me ardhë dhe me pasat ndjesi edhe me gjyku bashkë në këtë drejtim. Nëse flasim për xhirimet, sa kohë ju ka marrë edhe kur e kurorëzove gjithë këtë, cilat janë ato, a je krenar për ato arritje ndoshta që i transferove gjitha emocionet në një film, në rol në fakt? Prej vetë faktit që kemi përgjedhur me konë këtë punë, normalisht që të bënë mundi mirë kur ti për çdo ditë ki tendencë me u realizu në profesionin edhe në punën që e bënë. Krenar nuk e di, duna me pa filmin se këmë pa ala, po si proces ka qenë proces kogja i gjatë, do me thonë fillojnë me prova, me licencë skenarit, me analiza, me tjera, deri të faza gjirimit. Po unë di që kemi pas një bashkëpunim shumë mirë me Satin, si regjisor, edhe si skenarist, pas një bashkëpunim shkëlqyshëm me 2 aktorët, me Agron Krasniqin edhe me Labinotin, me 3 aktorë. Edhe jam i lumtur që pjesë e kësaj kaste ka shumë aktorë, po mes tyre janë edhe 2 ikonat filmit, që është Bislim Muçaj edhe Azat Murshilluani edhe Hubi Emni. Ani do e shihojmë na kur të shikojmë filmin. Po, patjetër. Çka je të punu tjetër aktualisht përveç këtij filmi? Ta kemi na i rol, pse Agroni nuk e shohim seriale vendore? Kohëve të fundit jam marrë shumë nga filmi i përqendrum, aty po më dojnë ma shumë edhe realisht ndoshta edhe unë vedu ma shumë atë pjesë. Edhe po sa kom përfundu filmin me Kaltrina Krasniqi Zbardhje, sa janë përfundu gjirimit, bile sonte ata po e përfundojnë, po e festojnë
përfundimin e xhirimeve. Po sonte unë dash me vonë këtu Pas normalisht. ke arsye me festu për dy feshte. Po. Reprezentaci shumë e madhe. Anasjellas. Veç ashtu Meli. Meli është lezet që Meli është fantastik. Miki more jemi. Faleminderit. është e vetëmja gjë që më bën mu një gjallë, edhe vetëmja gjë që ja adhuroj e duhet, që më e respektoj edhe nuk e kom plan më ndalë, veç inshallah shnetën. Filmi Karma, që shë gjeti Labinoti vetën, që shu bo me qenë pjesë e këti filmi? Me ton drejt skenarin e kom lexu kogja ma ty, po nuk ju kon rolet e përcaktume. Edhe ka ndodhë diku 2 javë ndoshta para se mu marrë vesh që po xhirohet, e ku marrë rolin e gegës që sonte veç pushies që i kom methe kogja shumë se për i mes ka qenë rol shumë kompleks, është motori i filmit, mas ne është pak... Do me që ta boj me hilen që se role ma të vështira me qitë. Besëm që më ka munu, ndoshta është roli i dytë që i tut në sonte shumë që shpo britit. Kjo bibeka që me ka mirë do të më të përcjell reagim, a ki me qenë sallë? Po, pa tjetë. Okej, do të me ka mirë, nuk e ke pa do me. Jo, se këmë. Okej, sa ka zgjatë edhe cilin është aukon ai moment që ke thonë, I give up se s'po moj ma. Jo, në këtë projekt, sinqerisht, jam knaqë, edhe i vetëmi që ndoshta ka met do një skenë mas 12 orëve punë që në lodhë ekipa, unë e kom kërku që me gjiru. Kemi pas ekipin shumë të mirë. Nuk është që ju më lodhë ndo njerë, veç që jemi smu njerë komplet ekipa, kemi pas një virus, jemi elmu, që ajo ko një ditë e keqe se çdo ditë ka qenë ma e mirë. 2 javë ditë mas zgjirimit jam mërzit kogja shumë, kur u kryto. Çka do ju thoje publikut në shta që sonte halos kanë ardhur? Cilat janë ato 3 pikat e forta, e di që me lavdru vetën është pak problem, po çka do ju thoje njerëzve që s'kanë ardhur halos? Qoftë se sa përket mu si rol, kanë me pa diçka ndryshe, se s'kom pas ma herë. Sa i përket filmit, filmi ka disa zhanre, është temë që nuk u pas i prodhimi Kosovës ma heret, ka komedi, ka dram, ka aksion brenda saj edhe ju tom që keni mu knaqë. Shikuesit e shumë të ullën në përvendet e tyre dhe prisnin me padurim fillimin e filmet. Shikues të Nzom, jemi këtu në premierën e filmit Karma, ku unë dhe shumë shikues këtu, mezi po presim, i kemi ndjek rrëfimet ekskluzive të disa prej aktorëve, po se çka do ndodhë në këtë premierë, do e kuptojmë së bashku tani, unë me shikuesit e mi besni këtë Nzom dhe me krejt këtë audiencë që aktualisht është duke na përcjell. Për ndryshe, Karma sjell në ekran një histori që sfidon moralin dhe zgjedhjet njerëzore. Kush e fije? Me regji dhe skenar nga Esat Feza, filmi trajton një nga konceptet më të vjetra universale. Ja. Veç a ik sigurisën që të pap. Ligjin e shkakut dhe pasojës, duke theksuar se askush nuk mund t'i shpëtojë veprimeve të veta. Dashnia nuk ekziston. Karma prek temat si lakmia, tradhtia dhe krizat morale, duke sfiduar publikun që të përballet me ndërgjegjen e vet. Mi dhonë mu 50.000 euro. Për ndryshe, juve shikuesve besnik të Nzom po aservojmë disa nga sekuencat më të mira të filmit, duke lënë shpresën se do ikni në Cineplex për ta parë. Ta thiri Mickey Mouse-in. Leje, mëre. Apo shet që shpo knaqe. Po nga nata e ti sonte.